Përshëndetje dhe faleminderit që jeni dhe këtë të diel të fundit të majit me mua jeni Islami në podcastin Dritë. Si çdo javë, vim me një të ftuar, me një histori reale, me jetë të përjetuara dhe arritje që shumë zemra i përjetojnë në momentet më të vështira të jetës tyre. Dhe këtë javë, sjellim histori reale të një zonje të nderuar, të një drite që në fëmijërinë e hershme u lind dhe u rrit në qytetin e Pukës, që kishte shumë sakrifica, pasi të gjithë ne e dim se kur bie trau i shtëpisë, vështirësia më e madhe mbetet te kolonat e tjera që mbeten atë. Bëhet fjalë për zonjën Valbona Froku. Bona është një vajzë që është rritur me shumë sakrificash, me 4 vajzat në shtëpi, pra 4 motra dhe nënën e saj. Ajo ka mbetur jetime qysh në moshën e hershme, dhe ndoshta ky ka qenë fakti që Bona i vuri një forcë shumë të madhe vetes për dhe një qëllim, të bëhej dikushi, të arrinte të bënte krenare veten, nënën e saj, por dhe babain e saj të ndjerë. Për këtë histori, por dhe për rrugtimin e saj sa të vështirë aq edhe të bukur, unë ftoj sot në lidhje live me mua, Bona Frokun. Uroj shumë që Valbona të futet në linjë. Valbona është sot një nën, ka një vajzë të vogël, Joinën, dhe me shumë krenari do flasim edhe për formën se si ajo ka vendosur të arrisi, ta edukoj dhe ti mësoj vajzës së saj dhe pse ka lindur në shtetin gjerman, gjuhën e bukur shqipe për të shkruar, lexuar dhe mbi të gjitha për të folur sa më mirë me gjuhën. Pres që Bona të futet në linjë direkte. Përshëndetje Eni. Përshëndetje Bona. Si jeni? Mirë, faleminderit. Më dëgjoni mirë se nuk e di tani. Jam a kam internetin të mirë apo jo? Po, unë të dëgjoj shumë mirë. Dëgjoj shumë qartë. Shumë mirë. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Kënaqësia ime. Dhe që vendose të ndash me mua, por dhe me të gjithë zonjat, me të gjithë vajzat dhe gratë që na ndjekin, një histori që është sa e dhimbshme, por aq të mbreslënse. Një guxim shumë i madh që ti ke marrë për të dalë mban nga një vend ku neve çdo ditë dëgjojmë situata të vështira, edhe sot përjetojmë emocione shumë vështira, për të arritur aty ku shpirti jot mendon se ndihet i plotësuar dhe i arritur. Faleminderit. Unë do doja që ta nisim puna bisedën bashk në mënyrë kronometrike që nga fëmijëria, që në kohën atëhershme kur unë siç po thoja para pak çaste se ti të futesh në linjë, në qytetin e bukur, i ke lindur në qytetin e bukur të Pukës apo jo? Po. Tregon pak të lutem çfarë mban mend Bona nga ajo fëmijëri. Të më thënë nga pjesa ku fillon një fëmijë të mbajë mendë, 2-3 vjeç deri në 7 vjeç, normalisht që ishte bukur me ato mundësitë e veta që kishte ajo kohë. Po pastaj siç ta kam treguar edhe ty historinë, ajo vajza 7 vjeçare që filloi pastaj me ato peripecitë e veta, edhe u detyrua domethënë të kuptonte jetën shumë më herët se sa i duhej, në atë moshë ku fëmijët mendojnë për lojrat, mendojnë për shokët, për ëndrat e pafajshme që ato kanë të fëmijërisë. Edhe pa e kuptuar se çfarë po ndodh, se në atë moshë 7 vjeçare humba njeriu që duhet ishte mbështetja ime për gjithë jetën. Atë ditë nuk ndryshoi vetëm familja ime, po ndryshoi edhe mënyra se si unë po vazhdoja ta shikoja komunitetin ose rrethin që kisha për çarkë. Edhe për herë të parë kuptova se jo çdo fëmijë nis rrugtimin me të njëjtat mundësi, mbase atëherë nuk e kuptoja me të vërtetë me mendje, sepse normalisht isha një fëmijë i vogël, por zemra ime e kuptoi mënyrë se diçka ishte e thyrë. Dhe errësira ime filloi atë ditë. Po ajo errësirë, mendoj unë tani në që po flasim bashkë, më mësoi mua me kalimin e viteve të kërkoj atë dritën, siç është emri i podcastit tënd, brenda vetes time. E sot, me thënë drejtën, e shoh atë vajzën e vogël me shumë dëmshuri, nuk e shoh si viktim, po e shoh si
fillimin e gruas që unë jam sot. Një vajzë si qau shumë, por nuk u dozua. Ndoshta edhe u dozua, po u ngrit prapë. Mashallah. Mendon se fatkeqësia që i ra familjes tuaj, ose fakti që ti humbe babain në një moshë aq të brishtë dhe aq të re, të ka bërë ty që të rritesh para kohe, të mësoj të mirën dhe të keqen shumë më herë se sa mund ta mësonin fëmijët e tjerë? Patjetër, pas një dyshim. Dhimbja e një ka një mënyrë të çuditshme për ta përshpejtuar të pjekurinë e një njeriu, kur humbet normalisht një fëmijë vogël humbet prindin në moshë shumë të vogël, nuk e ke luksin të jetosh gjatë në atë pafajësinë e fëmirisë që ka çdo fëmijë. Edhe fillon të vësh të vëresh gjëra që fëmijët e tjerë për shembull nuk i shohin, fillon të kuptosh shqetësime që të rriturit kanë familjen tënde, ankthin e nonës tënde në rastin tim, fillon edhe të kuptosh atë mungesën e sigurisë që ti e shikon çdo ditë, edhe pastaj rritet edhe barra e përgjegjësive, normalisht do detyrohesh të ecësh me valën e ujtit. Këtë do të bëjë një përpjekje, po. Domethënë, vona asoj kohe, unë kam përshtypjen se 7 vjeç, besoj duhet ke qenë në klasën e parë. Nuk kam pas filluar akoma klasën e parë. Po, domethënë, në një kohë ku të gjithë fëmijët gëzojnë se do nisin shkollën, unë kam përshtypjen se ti duhet kesh ndjerë mbi supe një peshë ose përgjegjësi shumë të madhe, edhe pse një 7 vjeçare, kur shikoje nënën tënde, motrat e tua, dhe dua të di si ishte realisht marrëdhënia asaj kohe. Unë jam vetë një vajzë që e ka humbur babain dhe jam shumë e qartë dhe e kam më së të ditur se në ato vështirësi kuptohen më së miri njerëzit të gjakut, ata që ke përreth, ata që të duan, po dhe ata që bëjnë vetëm se hir. Eni ishte një peshë nuk mund të matet me fjalë, sado që unë flas tani, ajo peshë nuk tregohet 100% e vërtet siç ka qenë. Normalisht tash edhe një herë kur je fëmijë pret që të rriturit kujdesen për ty, po unë shpesh ndjeja sikur unë duhet kujdesesha emocionalisht, po edhe nga ana financiare për atë familjen time të vogël, për nonën time, edhe nuk doja domethënë ta shikoja asnjëherë të qante, po them drejtën këto 30 vite që babi im nuk jeton më, nuk e kam parë mamin tim asnjëherë të derdhi lot në sytë tonë, edhe sepse ajo si duket ashtu e kishte atë forcën e vetë dhe kishte zgjedhur të derdhte lotët në qetësi kur ajo ishte vetëm. Bravo i qoftë për guximin dhe forcën që ajo ka treguar para jush. E shikoja çdo ditë që duke luftuar për të na rritur, sepse them realitetin Eni, ti vije keq kujt të doje po ta shikoje këtë video. Nëna ime nuk ishte asnjë lloj ndihme financiare, gjithashtu edhe emocionale, nga ato njerëzit që pak a shumë kishin një detyrim në gjitha aspektet për ne, por i vetmi person që i doli në krah ishte vllai vet, pra daja im. Edhe ne për shtetin shqiptar në atë kohë, po flasim për vitet 2000, 96, 97 deri në vitet 2000-2005, që ka qenë pjesa më e vështirë ku ne u rritëm, pastaj dolëm pak a shumë në jetën tonë. Si thash, për shtetin shqiptar ne nuk jetonim fare. Unë mbaj mend nga vitet 2000 fëmijët e tim kishin të drejtën e tyre të merrshin paktën një herë në muaj një pako ushqimore te kishat. Po si duket, domethënë me këtë zgjuarsinë ose pjekurinë, si ta themi mund që kam unë sot, si duket kishte njerëz aq shumë të etur, aq shumë të uritur në thonjza, për çark nesh, saqë ato pako ndihmash nuk binin kurrë në dorën tonë, kupton? Edhe normalisht unë isha një fëmijë se unë e kuptoja që të tjerët merrshin, po pse unë s'mund të marr? Në një kohë që mund të takon të gjë, duke fillu pastaj tek bursat, tek për motrën e vogël, për shembull që do fillonte shkollën e lartë, më the s'janë gjëra të lehta, edhe si unë mund të ketë edhe shumë familje të tjera në zonat rurale që këto pako ndihmash nuk bin kurrë në dorën e tyre. Pa e kuptuar, fillova të ndjej një përgjegjësi dhe edhe jo sepse ma kërkoj ajo më kërkoj kurrë ne dilnim në tregun e punës, po e ndjeja që unë duhet bëja atë pjesën që më takonte. Edhe nga kjo linje dhe
ajo nevoja ime që unë duhet të bësha më e fort, duhet të ndihmosha familjen. Duhet rritesh e para kohë, kur ti dalë zot. Po edhe do më tregosh të lutem si ka qenë ndjesia jote kur ti fillove në një moshë shumë të re të punosh dhe a ndjeje shpesh herë ose mbrëmjeve kur shkrihesh për të fjetur, ndjeje keqardhje për atë bomën e vogël që ndoshta vetëm nga kjo fatkeqësi u bë fëmijëria e saj? Po kush është ai fëmijë që ka qenë në një moshë 10 vjeçar dhe është dash të punojë shumë herët edhe në momentin që ai kalon vitet 20, 25 nuk ndjen keqardhje për atë kalume që ka pasë, se edhe unë ndjeja keqardhje për moshatarët e mi që ato luanin me kuklla edhe unë duhet mendoja diçka tjetër, domethënë, kupton? Po me kalimin e kohës, ajo vajza e vogël po bëi hap pas hapi e madhe edhe po krijonte eksperiencat e saj tjetës, disa të gëzueshme, disa ishin të hidhura, po tani ato të hidhurat të bëjnë hap pas hapi njëri edhe më të fortë. Edhe në atë, domethënë mbas moshës 20 vjeçë, kuptova që mu nuk ma vodhen fëmijërinë me qëllime, po ishin rrethanat, ishte jeta, ishte realiteti shqiptar që ne jetonim në ato vite. Megjithatë unë kam vendosur mos mbetem pengja asaj ndjesie, sepse po të shohësh vetëm atë që ti ke humbur, do të harrosh gjithçka që ti ke fituar me kalimin e kohës. Kjo është një këshill shumë e mirë për gjithë ato vajza ose gra dhe nëna motra që na ndjekin, dhe që në emocione sipër mbyten në atë pikëllimin, mërzinë, humbjen që kanë ndier dhe mbeten gjithmonë tek e shkuara. Kjo është vërtet një këshill drite nga shpirti yt, sepse vërtet më shumë se sa dhimbja e humbjes babait, mund të jetë humbja e një fëmie, mund të jetë humbja e bashkëshortit si nëna juaj, por realisht edhe ajo e ka gjetur forcën dhe nuk ka qarë para jush për kaq vite, dhe ti sot më na tregon që vërtet e ke gjetur forcën dhe nuk e mbetur tek dhimbja jote. Si bëhet kjo, Bona? Si ke arritur ti, domethënë që edhe pse dhimbja jeton me ty, ti vazhdon bashkë me të, si dy bashkëpunëtarë njëra tjetrën. Punët e hershme më mësuan vlerën e mundit. Normalisht që mund të ishte lodhje fizike, lodhje psikologjike, po ama unë mësova të di se çfarë është puna, të respektosh çdo profesion që fitohet me mund. Edhe normalisht thash, ndoshta humba pak nga pafajësia e fëmijës time, por fitova edhe diçka tjetër, besimin që ti mund të mbështetesh çdo herë tek vetja jote. Çfarë mban mend ose çfarë ka mbetur tani në memorien tënde nga koha e atëhershme e Shqipërisë dikurshme, kur ti punoje çdo ditë dhe ndjeje atë mungesën e babait, por dhe mungesën e pafundme të një dore që mund të mbështeste ose të jepte një shtys për të arritur ishte një jetë minimale të asaj të mirëqenies që duhet kishte çdo fëmijë ose çdo i ri atij vendi. Nëse do më duhet zgjidhja mes të dyjave, do thosha se më shumë dhe mënyra se si njerëzit mund ta shikonin një vajzë pa mbrojtur në atë kohë. Varfëria normalisht ishte e vështirë, po është një gjendje e përkohshme sepse më punë nga varfëria mund të dalësh, po mund të luftosh kundër saj, mund të punosh, mund të sakrifikosh një ditë edhe mund ta ndryshosh atë realitet ekonomik. Po paragjykimet edhe mënyra se si njerëzit shikonin të lejnë një plag shumë të thellë, edhe kur je një vajzë që vjen nga një familje e goditur nga humbja, njerëzit shpesh të shohin me mëshirë ose mbasi edhe më keq, ta zejmë në atë kohën që ishte atëherë, se kur ti s'ke zë, pavarësisht se ti zërin e ke të fortë, po ka pas edhe raste sikur unë mendoja domethënë ose ndihesha se të tjerët mund të vendosnin për jetën time sepse isha e re, isha pa një mbështetje e një figure mashkullore si themi në shtëpi, edhe isha shumë e pafuqishme ta ndryshoja atë realitet. Sot unë e kuptoj që problemi nuk isha unë. Problemi ishin mënyra si disa njerëz e shikonin dobësinë e përkohshme si një ftesë, po ta themi si një ftesë zyrtare për të ushtruar, domethënë atë pushtetin mbi ty. Domethënë që ti duhet bësh këtë, duhet bësh këtë, më kupton? Edhe tek vitet, domethënë kur isha diku 20 vjeçë, kuptova që unë
nuk mund të kontrolloja se çfarë mendonin të tjerë për mua, po unë mund të vazhdosha të kontrolloja atë që unë doja të bësha. Kështu që Mendon se gjithë kjo tutela ose dëshira e të tjerëve për të kontrolluar ty ose motrat ose pse jo ndoshta edhe nënën tënde vjen vetëm për faktin se ju ishit më tepër femra, pra nëse do ishte një djalë i lënë jetim do ishte më ndryshe? Mbas atëherë mund ta, domethënë mbas se ke tek vitet 15-20 vjeç mund ta kisha menduar kështu siç thuti, po unë tani që jam në atë pjekurin time që duhet të jem, i jap një përgjigje shumë të qartë asaj pyetjes që më bën ti, që nuk kam qenë kurrë e pafuqishme. Kam qenë e kufizuar nga rrethanat asaj kohe, nga mungesa e mundësive, nga ekonomia, nga humbja e babit, përgjësia familjare ose të gjitha problemet që vishin hap pas hapi, po e pafuqishme nuk më them që kam qenë asnjëherë, sepse asnjë grup shqiptar nuk është e pafuqishme. Atë e bëjnë rrethanat, e bën dhuna në familje, e bën ekonomia, e bën edhe sepse dhuna nuk vjen vetëm nga bashortja, dhuna vjen edhe nga mami, vjen nga babi, vjen nga vllai, dhe ne dim shumë mirë se sa femra shqiptare kanë humbur jetën nga kjo gjë. Pavarësisht se ato e kanë pas atë forcën, po s'kan mundur ta tregojnë. Edhe po të kisha qenë e pafuqishme, unë nuk do isha duke bërë tani këtë intervizë me ty. Pyetja ishte nëse të tjerët ju mendonin juve të pafuqishme për faktin se ishit femra. Ideja kur është një mashkull ose kur mund të kishit një vlla, ju e keni pasur gjithmonë një krah ose një figurë mashkullore në shtëpi. Edhe ideja që ju keni mbetur vetëm femra, ndoshta kanë menduar ata se ju jeni të pafuqishme. Me thënë të drejtën, në Shqipëri ti Eni, një vajzë duhet luftoje më shumë, sepse në Shqipëri gratë janë shumë herë më të dobta, sepse shpesh ato duhet ta provojnë 2 herë më shumë vlerën e tyre. Ta demonstrojnë, ta vërtetojnë. Ta demonstrojnë, në qoftë ta zejmë, domethënë marrim një shembull thjeshtë, në qoftë se një mashkull 30 vjeçar ndahet nga e fejuar atij, ai del i lar, është pa problema, ama ajo femra ngele vrarë, ngele thyer, ajo i ka të gjitha fjalët e brizë. Kështu që ajo duhet luftoje prap herën e dytë, që ajo të tregojë që prit një herë se unë nuk e kisha fajin. Kupton? Kështu që ka qenë mentaliteti atillë, është edhe sot, në shumë zona e ke edhe sot atë mentalitet. Prandaj dhe jeni pyeta se normalisht kush e ka provuar të qenurit vetëm ose pa një figurë mashkullore në shtëpi, gjithmonë merren si ato janë femra. Ideja kemi humbur shtyllën kurrizore, kemi humbur drejtimin e jetës tonë dhe do vi dikush tjetër të na drejtojë. Por realisht, secila nga ne bëhet më e fortë. Ne themi Zoti nuk sprovon askënd më shumë se ç'ne mund të mbajmë. Dhe arrim deri aty sa që i dhëm ca kushte dhe premtime vetes për t'i demonstruar vetes tonë pikë së pari, nënës tonë, për dhe atë njeriu që kemi humbur, që vërtet i ike, më le shumë të re, shumë të vogël, po unë po ja dal. Kush ishte premtimi që bona i bëri vetes aso kohë, për të dalë nga gjitha ajo gjendje, për të mos ndjerë me atë oj gjënaf, ajo e filanit, dhe për të qenë këtu ku je sot. Duke parë rrugtimin deri sot Eni, mendoj që ajo vajza e vogël premtoi një diçka shumë të thjeshtë, një fjali të shkurtër që një ditë do t'ja dilte. Domethënë nuk ke sepse të nisësh tani të marrësh gjithë rrugtimin me radhë, i vjen që duhet rrim 2 orë këtu, po domethënë kësaj pyetje mund t'i përgjigje me diçka shumë thjeshtë, një ditë unë do t'ja dal. Dhe në një ditë të vitit 2015, në një muaj të nxehtë të korriku, Bona merr rrugëtimin për në Gjermani. E kujtoja ditë sikur të ishte sot, kisha një çantë shpine, me thënë të vogël,
Edhe ajo ditë ishte një ditë shumë me përzierje emocionesh që vështirë të përshkruhen me fjalë. Kishte frikë, kishte pasiguri, kishte mall, kishte ankth, ama edhe shpresë që unë do nisja diçka të re. Po lija atë vendin ku kisha lindur pas, kujtimet e fëmirisë, mamin, po në të njëjtën kohë unë po shkoja komplet drejt diçkaje të panjohur, edhe nuk e dija se çfarë po më priste, nuk e dija sa e vështirë do të ishte, nuk e dija sa herë do të çaja nga malli për familjar, sepse më thënë nuk ishim shkëput ndonjëherë kaq gjatë. Ama që në atë moment Eni nuk më kalonte ndonjëherë në përmendje që po të mos ja dalun, na duhet të kthehem. E kisha të sigurinë tek vetja ime që unë duhet ta provoja dhe doja dilja. Edhe ajo datë ishte, domethënë data e përcaktuar, mund të ishte përcaktuar edhe nga Zoti që ti atë ditë duhet të niseshe edhe të vazhdoje një diçka të re. Edhe të them diçka, kur ti arrin në aeroportin e Gjermanisë, të hapen dyert dhe të jepet një qels, jo në mënyrë figurative, edhe ti vendos vetë se çfarë do bësh me atë qelsin. Sa dyert do hapësh? A do ta hedhësh për pak muj atë qelsin prap në mbeturina, apo do ta mbash deri atëherë kur ti të arrish ato synimet e tua? Kjo është një këshill shumë e mirë për gjitha vajzat që synojnë ta provojnë emigrimin, ose që sapo ja kanë nisur. Realisht çfarë bëri Bona me atë qelsin? Ta mbash atë qelsin ishte shumë vështirë, sidomos 5 vitet e para deri nga viti 2020, sepse ishe komplet me një gjuhë tjetër, duhet të tregoje që unë ja vlej, ishe vetëm në kuptimin se unë kisha bashortin, po në kuptimin që po e nisje komplet nga zero, edhe në qoftë se ti në Shqipëri mund kishe qenë një doktoreshe lartë ose të marrin profesionet më të mira, ti këtu mund edhe të shkoje të bëje pastrimet, se nuk është ulje ose unë i bëj, po e kam fjalën që do arrije të bëje edhe ato që ti mbase në Shqipëri si kishe bërë. Edhe ato punë, më thënë punë fizike, më the thash gjitha me rrallë. Po ama pastaj filloi gradualisht gjithçka duke u rregulluar. Unë mund të them që sot e kam gjetur atë qetësinë time, edhe kam arrit pak a shumë se njeriu nuk mbaron kurrë me kërkesat, po mund të them që pak a shumë jam e stabilizuar. Rëndësi ka të kemi shëndetin, familja mirë, edhe të tjerat vinë. Po, një këshill për të gjithë ato vajza, nëna, gra që jetojnë në një shtet të huaj, na ndjekin edhe duan të dinë nga eksperienca e Bonës, realisht çfarë duhet të sakrifikojë një shpirt emigranti nga ana emocionale për t'ia dalë, për ta kaluar atë mallin, trishtimin, uzgëtirën e kohës së vrenjtur që të ofron ai vend. Shumë, duhet të sakrifikoje shumë gjëra. Një herë ka njerëz që mund të sakrifikojnë edhe zemrën e vetë, mund të bëhen të ftoftë, sepse të merr vetë vala e jetën. Në qoftë se ta zem një shembull, në qoftë se ti je në një kolektiv pune që ti i thu mirëmëngjesi një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, dhe ajo nuk ka interes me ta kthyj ty sepse kanë atë programin e vet, punojnë vetëm, edhe ti normalisht mbas sa vitesh do bësh edhe ti kështu. Se do thush për tjerë, duhet heci edhe unë me këtë valen që këto kanë. Ajo që do të thoja unë që gjuha është çelësi gjithçkaje, edhe të guxojnë. Edhe pse në Shqipëri janë vetëm me një 8 vjeçar ose mund të ketë bërë vetëm 4 klasë shkollë, Gjermani ti kalon dyert e hapura gjithanë, asnjë nuk të gjykon se ai e zezë, ai e kuqe, ai e bardhë, ai e shëndosh, ai e dobët, i ke dyert e hapura, pavarësisht se ne jemi emigrante dhe na duket sikur këto na gjykojnë, po ama me thënë drejtën mundësitë që ti jep ky shtet nuk t'i jep për të arritur gjërat për veten tënde, nuk t'i jep asnjë shtet tjetër. Është një këshill shumë e rëndësishme. Pra ti po thua që
secila nga ne që mund të vi në Gjermani, nuk duhet të mendoj vetëm për të ardhur dhe për të punuar, për shkak për të pastruar ose për të vjetuar. Pavarësisht shkollës që ka bërë në Shqipëri, secila nga ne mund të vazhdoj të ndjekë ëndrat, qëllimet dhe misionet që mund i ketë lënë pezull dhe në vendlindje apo jo. Shumë, do të thënë, nga ndihma që ju kam dhënë shumë njerëzve nëpërmjet internetit, kam kuptuar shumë që shumë persona kanë ardhur vetëm për anën financiare, që të bëhen me lekë edhe të kthehen, kupton? Por ato nuk e kanë kuptuar se nëse një 25 vjeçar ose vjeçare vjen këtu që të punojë 5 vite dhe thotë që unë do mbledh lek edhe do kthehem në Shqipëri, pa i 5 vite ai humbi ato 5 vite nëse nuk arrin dot diçka, nëse nuk bën një shkollë profesionale, nëse sepse ti ishe, ta themi në thonjza, si sklavi i Gjermanit, ë? E vërtet. Nëse ti nuk i vën vetes tënde një objektiv që okay, unë me vërtet mund të rri 5 vite, ama për 5 vite unë nuk do punoj ta zem në McDonald's ose nuk do punoj në një punë ndërtimi, po ama unë këto 5 vite do t'i përdor të investosh te vetja, po mendoj. Të investoj te vetja që unë nëse mbas 5 viteve jam e vendosur që nuk është Gjermania për mua, t'ja marr një diçka me vete, sepse ti po ja fal ato 5 vitet më të bukura tuat, ë? E vërtet. Ka pas shumë persona në kohën 2015 deri në 2020 që ishte ajo vala e azilantëve, familje shqiptare, nuk ju interesonte shumë gjuha, ama të gjithë u kthyen ashtu siç erdhën, ë? Shumica u kthyen ashtu siç erdhën sepse nuk e treguan që unë vlej, unë dua të mësoj, dua të ecë përpara. E kam patur interesin e dobët për të mësuar, për të qëndruar, ose më mirë akoma për të përshtatur ambientit dhe vendit ku kanë ardhur. Është vështirë për të përshtateni, nuk është shumë e lehtë, është shumë e vështirë për të përshtatur. Çfarë mendon Bona se emigrimi ndryshon më shumë njerëzve shpirtin, krenarin apo mënyrën se si ato pastaj vazhdojnë dhe shohin jetën? Kjo më falë se m'hiku interneti. Po pyesja, çfarë mendon se emigrimi ndryshon më shumë tek ne, tek individet që kanë emigruar? Shpirtin, krenarin apo mënyrën se si ne vazhdojmë dhe shohim pas emigrimi ose gjatë emigrimit jetën? Unë mendoj që shpirtin nuk ta ndryshon kurrë emigrimi. Ideja që fokusohesh vetëm te vetja, që okay, është e dhimbshme kur shikon problemet e një njeriu të afërm, po ti ke vuajtur dhe ke pasur shumë dhimbje për veten tënde, duke qenë vetëm, duke vuajtur. Krenarin mbase edhe ta ndryshon pak, sepse ne shqiptarët e kemi pak edhe në gjak ose në tip që në momentin që ti ke arritur diçka ose ti do shkosh në Shqipëri dhe do t'ju tregosh gjithëve unë e kam arrit këtë gjë, edhe unë mendoj që kjo është ndryshim krenari, sepse ti vjen, po të themi, nga një vend ku pak a shumë ti rrie kokullur atje dhe ti erdhe diku tjetër që të mundson ta ngresh kokën dhe kjo është edhe krenaria. Është shumë e vërtet. Pastaj shpirtin është e vështirë të ta ndryshojë, vetëm po të jetë ndonjë person që nuk i intereson shumë Shqipëria, që është lodh shumë me Shqipërinë, atëherë mund të ta ndryshojë edhe shpirtin edhe të bësh komplet siç janë këto që jetojmë ne. Dhe mënyrën se si ne vazhdojmë të shohim jetën, na e ndryshon emigrimi? Edhe një herë lutem? Mënyrën se si ne vazhdojmë dhe shohim jetën, na e ndryshon emigrimi? Po patjetër. Mundësitë ekonomike, domethënë që të ofron edhe Gjermania, normal që edhe ta ndryshon mendimin se si ti e shikon jetën, ë? Sepse nëse ti bën një jetë me kualitet këtu në Gjermani, normal që ti edhe do mendosh me kualitet, sepse në Shqipëri ti nuk do mendosh se kam lek të blej bukën e ditës. Këtu ti do mendosh, prit një herë, do dal sot në fundjavë apo s'do dal, më kuptoni, po marrim këto gjërat e vogla, ose do ta dëgoj fëmin në këtë kurs, ose më kupton, sepse ta jep vetë mundësinë, nëse ti punon ke komplet relata tjera me jetesën këtu.
Pavarësisht se ne jemi në një shtet të huaj, ndryshimi i statusit social të bën të ndryshosh edhe mënyrën e jetesës. Fiks, edhe në më thënë Gjermania është shumë sociale dhe në qoftë se ti ngel pa punë nuk të le, të më thënë që ti të biesh poshtë, ti jep të gjitha mundësit, thot, hajde tek zyra e punës edhe më thuaj çfarë ti di të bësh. Kush është një këshill bona që do t'i jepje të gjithë atyre që na dëgjojnë, që na ndjekin, që ndoshta janë tani më në Gjermani dhe mendojnë gjithmonë kthimin. Do vi një ditë dhe unë do kthehem, dua të kthehem. Kush është këshilla që bona jep nga shpirti? Kthimi mund të ishte gjëja e fundit, sidomos nëse ke fëmijë, nëse ke familje, sepse ti ishe atje ku ishte keq, do kthehesh prapë atje ku ishte keq? Sepse kam pas shumë raste që kanë ne 6 muaj edhe janë kthy se nuk kanë arrit dot të punojnë me këtë sistemin e punës që është këtu. Nuk kanë arrit dot, sepse në Shqipëri janë mësuar që çohen 8-9 mëngjesit edhe dalin pin kafen, po këtu se ke atë sistem. Mund ta kesh në fundjavë, që ti ke punu 5 ditë rresht edhe del në fundjavë. Po sistemi i mënyrës jetesës po mendon, i bën ata, do të thënë realisht nuk është malli që neve i vëmë atë kujnë, po kemi mall, na mungon dielli, na mungon. Realisht na mungon rehatia që të ofron Shqipëria. Dikush që të mos ta pranojë që ai është dorëzu këtu në Gjermani, që si a doli do thotë jo po unë nuk rria dot pa prindrit, jo po më kupton pse unë s'doja për shembull, nuk kush është ai që nuk e do prindrin çdo ditë afër, ë? Kush është ai që nuk do ti festoje festat me prindrit, me familjar, të gjithë e duam këtë gjë. Po tash kush do të arrije, jo vetëm mbasi në Gjermani, po edhe në tazem në Amerikë ose në vendet tjera të botës, kush do të ecë më përpara, do të jetë i vendosur, nuk ka, sepse ti po bën një investim shumë të madh, nëse ti e merr rrugën të hypesh në aeroplan edhe të kalosh në shtetin e Gjermanisë, po jep gjithë ato lek. Do t'i investosh, mbasi i ke marrë edhe borxh. Edhe të vish, më vjen shumë keq, domethënë për disa të rinj që vinë, janë 25, 20 ose dorëzohen shumë shpejt. Pse? Sepse unë mendoj kjo ka të bëjë edhe me edukimin që prindri ka dhënë në shtëpi. Sepse normalisht Gjermani nuk e ka gabim që nxjerr fëmin 18 vjeç në rrugën e jetës. Sa rinë shqiptar ke që nuk punojnë në Shqipëri, rrinë vetëm lokale sepse atë 2000 lekë në kafes ose të cigaras e jep mami ose babi. Kjo është mënyra e edukimit që neve kemi pak gabim në Shqipëri, Po, gjithsesi le ti vetë pastaj vendimin e vetë, rëndësi ka të japim një mesazh, mbasi e dëgjon dikush edhe thotë, "Ok, pritje, mbasi kjo pas ka drejtë." Prandaj dhe podcasti quhet Dritë, sepse në momente të caktuara mjafton vetëm një fjalë dhe ja ndriçon atë pjesë të errësirës shpirtit një individi. Dhe unë lutem shumë që secila nga ne të ndajë atë dritën që më shumë ne duam. Pra, mund të jetë dikush që vërtet po mendon kthimin në këto momente. Ti po thuaj që nëse kam fëmijë, do ishte akoma më mirë që ndroj këtu. Bëjmë pak rezistencë akoma si prindër, sepse vërtet për fëmijët ja vlen. Kjo mund të jetë një këshill e byrë për një nënë që është akoma më dyshje. Por mund të jetë edhe një shtys për një të ri që ka synuar të vijë, po nuk e bën dot hapin, nuk arrin dot ta marrë guximin dhe ta nisi këtë rrugtim. Nëse bota ishte një vajzë me aq shumë vuajtje dhe sakrifica, e ka ardhur deri këtu tani më, kam dëgjuar, kam kuptuar, po dhe unë vetë kam përjetuar një bonë që gjithmonë është aty prezente për të ndihmuar çdo njeri që ka pasur nevojë, qoftë për një letër, qoftë për një këshill, qoftë për një ndihmë zyrtare, për gjithë ato gjëra që shumë vajza, që unë jam e bindur, që kur ta dëgjojnë, ndoshta jo tani më në këtë live, por kur ta dëgjojnë këtë video më vonë në YouTube, në Instagram, do ta gjejnë diku këtë fjalën e jeni të thënë. Pra, të qenë gjithmonë aty, si një dorë shpëtimi, një dorë ndihme, pa hezituar kur, ose pa bërë fare dallimin se e njeh, se kush është, apo çfarë nevoje ka ky njeri. Realisht si ndihet bona sot, kur gjithë të njerëz pasi e kanë kryer hallin, vazhdojnë jetën normale të tyre dhe mbase bonën e kanë harruar. Është më zgënjur sepse unë po kam dhënë shpesh herë kohën time për shumë, ama ato në momentin që mbaronin hallin e vet, ti s'ekzistoje më, kupton, as nuk ekzistoje më për festa, as nuk ekzistoje më për ditëlindje, vetëm kur ju binte ajo flaka,
prit se kujt do t'i shkruash. Unë mbaj mend që shumë persona më shkruanin edhe në 12 natës ose në mes natës. Jo, po më duhet kjo, po prit njerëz ti mund të plotësojnë ty një formular në orën 2 natës se s'të kujtu ty më përpara se ti duhet shkosh në aeroport. Edhe me thënë të drejtën, ndonjëherë nisen, jo ndonjëherë, por shpesh nisen edhe diskutimet në shtëpi, thoshte burri ja vash o gru se na je bo si non Tereza. Mbase ty të ka marrë ai emocioni ose ndjesia e të bërit mirë dhe nuk arrije ta kuptoje që realisht nga mirësia e tepër që shpirti i njeriu mban, të tjerë mund ta shfrytëzojnë dhe ta përdorin. Është një sy tjetër, një zemër tjetër ngjit me ty, ose pse jo, dhe ai individ që e meriton vërtet kohën tënde, që e kupton më së miri këtë. Ajo ishte Eni, sepse unë kur bëja mirë, thoja, unë ndjesha si e plotësuar, më kupton, më dukej sikur mbase unë mund bëja vetëm një diçka të vogël, po më dukej sikur çka kisha bërë ndonjë gjë të madhe, sikur unë po merrja, normalisht e kam marrë dhe bekime nga shumë, edhe më duket sikur unë po merrja gjithë ato bekime dhe këto bekime mu do më sjellshin edhe të mira të tjera, më kupton? Realisht të sjellin bona, vërtet, sinqerisht. Neve themi bëje të mirën dhe hidhe në det, ose ta diti njeriu ta di Zoti vet. Normal, po ama duke bo një bilans Eni, arrita në atë përfundimin, do bëj mirë, nuk do ta ndryshoj zemrën time, po vendosa të jem edhe më e kujdesshme, që jo të bëj këtë gjithë. Ti zgjedh një çik, domethënë ti seleksionoj pak, sepse nuk mund të bësh tek 1000 persona mirë dhe vetëm 2-3 persona të kujtojnë, është shumë zhgënjyese. Kështu që jam më e kujdesshme, kam arritur më shumë të vlerësoj kohën e lirë që unë kam, edhe atë kohë të lirë unë t'ja kushtoj numri im i parë që është fëmijës, pastaj vinë personat e tjerë rradhë pas rradhe. Kur e kuptove se vërtet kohën, energjinë dhe gjithë përkushtimin tënd më së miri dhe më shumë të meriton vetëm familja dhe jo ina jote? Thash, e kuptova nga shumë situata që më shqetësonin 12 natës, ose domethënë telefonatat ishan punë, mua më shkruashin kështu, nuk koncentrohesha dot më as ke puna, nuk koncentrohesha dot as ke shkolla që po bëja, sepse në momentin që unë mund të kisha duke bërë detyrat e mia, më shkruan ti dikush, të lutem, a do më ndihmosh pak, do më plotësosh pak të, më kupton, edhe unë sikur kisha atë përgjegjësinë morale, unë do ta lek të gjatë timen edhe do të bëj për dikë tjetër, më kupton? Mungesa e forcës e të thënit jo. Kjo është ajo që shumë nga ne. Nuk e kisha, nuk e kisha të forcë, kisha forcë për shumë gjëra tjera, por nuk kisha të forcë si thoja dikujt që jo më vjen keq se s'të ndihmoj dot. Po pra, sepse në se i zgënjejnë, dhe realisht ata nuk ndjehen asnjëherë të zgënjur, po dhe asnjëherë të ngopur, gjithmonë duke kërkuar. Këtë kisha frikë. Sepse, domethënë, nëse unë ty do të kisha ndihmuar, ti do t'i thuash edhe një të afërmit tënd, do t'i thuash edhe ai tjetër do t'i thotë dikujt tjetër, edhe unë do kaloja në një burn out, si ti themi, që nuk do kisha më as kohë as për veten time, pa le për familjen time, kështu që vendosa domethënë të marr komplet një kohë pauze, edhe të them, tash është koha për veten time, është koha për fëmin tim, është koha që unë të arrij ato objektivat e mia me qetësi, se unë po i arrisja, po mbase po i arrisja me doppelt stres, me stres të dyfish. Kështu që po normalisht e kthej edhe kokën ndonjëherë mbrapa dhe them, disa njerëz vërtet e kanë pas nevoja të ndihmë që t'ja jepja dhe ja thash jo në prerë. Po tash mbase edhe s'më flasim më, po kujt i bëhet vonë. Më kupton? Vërtet mendon unë se gjithë këto eksperienca me njerëzit, me jetën, me emigrimin, e kanë bërë Bonën një vajzë më të fortë apo një grua tani më të ftohtë? Normalisht më të fortë. E ftohtë duhet të bësh e ftohtë edhe në disa situata, që mos të marrin në përkëm, po brenda vetes nuk do të bëhem e tillë. Jam më e kujdesshme, edhe po nuk jam më aq naive sa që isha dikur, edhe tani e zgjedh, siç ta thash edhe më përpara, e zgjedh se kë dua unë të ndihmoj, kujt dua unë t'ja fal atë kohën të çmuar.
Ama di të them edhe që ajo ndjenja njerëzore që kam brenda të vetes time nuk ka humbë, kështu që mund të edhe të kthehet karta nga ana tjetër mbas një viti ose mbas 2 vjetëve dhe të them ok, tani mund ta marr prap diçka tjetër përsipër. Po për momentin kam gjetur qetësi jeni që Nuk dorë që të zjasi për gjithmonë. harrofsh. Puna, a ka zemra e bonës një derë të hapur ku gjithmonë mundet të shpreh emocionet, ndjesitë, të jetë vetja? Mund të them personi i parë që mund t'ja hap zemrën është fëmia im, vajza ime, sepse tani edhe pak bën 10 vjeçe edhe është po arrin domethënë në një moshë që ti mund flasësh pak me të. Për sa i përket personave tjerë, normalisht bashorti, mund të jetë motra, mami, po kur un kam probleme unë kshu unë kursehem shumë në të shprehur me familjarët, sepse nuk dua që edhe ato të marrin atë shqetësimin tim, se mbas ato nuk kanë mundësi që mua të ma heqin atë shqetësim që kam këtu në Gjermani, sepse nuk i din rregullat, nuk din diçka tjetër, edhe thash personi domethënë është bashorti im edhe vajza që ja hap zemrën që flet, po ama s'është askush i detyruar me mbajt peshën e historisë tënde, kështu që e mira është, domethënë, kur robi ose njeriu ka probleme të reflektojë shumë para pasqyrës me veten e vet. Shumë Sidomos kur e ndjen që ti je vetëm, mendoj që ilaçi më i mirë i mendjes tënde i je vetë ti. Vetëm ti, domethënë, mund të arrisësh, sepse këto gjërat e tjera anash që të rrethojnë janë pjesa ti ilaçi, po domethënë rezultatin më të mirë e ke vetëm nga vetja jote. Kjo është vërtet thënia më e bukur që mund të mbesi këtij podcasti, realisht. Ilaçi më i mirë i vetes tënde je vetë ti. Kjo është vërtet dritë për shpirtin e çdo kujt nga ne që mendon se humbi nënën, humbi babain dhe realisht i ka humbur ilaçin. Ata janë njerëz të shtrenjtë, janë njerëz të pazavendësueshëm. Po kështu të gjithë do ikim. Për veten tonë ne jemi vetë ilaçi, shërimi edhe rikuperimi i çdo dhimbjeje. Të gjithë ne duhet ta gjejmë forcën dhe atë shtysën për të ecur përpara brenda vetes. Mbetemi pak tek ajo drita që Zoti ka bekuar, edhe unë uroj me shpirt që të ketë jetën e gjatë dhe të ecin në gjurmët e nënës saj. Faleminderit. Duhet të ndasim me ne atë emocionin e bukur që ti ndjeve të bërit nën, aq më tepër në një shtet që siç po tregoje që ti ndjen sigurinë, ndjen përkrahjen, mbështetjen, aq më tepër kur vjen në jetë një fëmijë, por edhe të më tregosh se kush ka qenë betimi që bona i ka bërë vetes, se jo ina sa e vogël nuk do ta ndjej kurrë atë dhimbje. Mendoj se jo vetëm unë, po çdo nonë e premton këtë gjë, që fëmia që unë solla në jetë mos ndihet kurrë vetëm, edhe unë si nën jam e detyruar ta mbroj nga çdo dhimbje. Nuk mund t'ja heq çdo pengesë nga rruga, sepse ato pengesa siç më kanë bërë mund të fort do bëjnë edhe fëmin tim të fort. Po unë domethënë me ndikimin që kam tek ajo, me mënyrën se si unë rris, mendoj që duhet t'i japësh fëmijës diçka që ka shumë vlerë domethënë për atë fëmijë, që është siguria, që ajo mos ndihet kurrë vetëm, pavarësisht që gjithçka që të ndodhi në jetën e saj, të ketë disfata, më thash, ajo ta ketë derën e hapur tek ti. Të ketë derën e zemrës dhe të ketë derën e shtëpisë, në mënyrë që ajo mos mendojë babo, mua më ndodhi tani kjo, ose unë kam probleme dhe nuk kthehem dot më ke nona ime ose ke familja, domethënë. Nuk i premtova që nuk do ta gjykoj për shembull asnjëherë dhe që ajo është parsore për mua. Edhe nëse unë do jem 80 vjeç dhe ajo është 70 vjeç, ta them 60 vjeç, prap prindri duhet ta ketë derën e hapur gjithmonë për
për fëmijët. Qoftë vajza apo djalë. Po, unë bëj lidhjen e një këshille që sapo the pak më herët, që Gjermanit bën shumë mirë që fëmijët 18 vjeç që lë para përgjegjësisë të marrin forcën dhe t'ja dalin banë grupeve tjetës, të zgjedhin drejtimin e tyre dhe të bëhen të aftë për veten e vet. Por realisht, kjo këshill përforcohet më shumë kur thua se, okay, vajza ime mund ta marrë rrugën e jetës 18 vjeç, ka lidhur në Gjermani, unë si nën i uroj gjithë mira dhe uroj shumë që ajo të zgjidhë rrugën e duhur dhe të heci përpara, por gjithmonë, nëse nuk ja del, nëse dikush atje jashtë lëndon zemrën, apo ajo ka nevojë për dashurinë dhe shpinën time, dera ime është gjithmonë e hapur. Do jetë gjithmonë. Dhe unë ju këshilloj të gjithëve, gjithë prindërve emigrant, që fëmijët lindin këtu apo që vinë nga 3 vjeç e poshtë, 1 vjeç deri në 3 vjeç, t'i mësojnë fëmijëve se nga i kanë rënjët e identitetit vetë, sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Për shembull, unë nuk dua që vajza ime të zgjedhë Shqipërinë ose Gjermaninë. Të dyja kanë shumë rëndësi për të. Gjermania sepse po i jep një të ardhme që unë kam dëshiruar për atë, ose ja kam mundsu, edhe Shqipëria është identiteti i saj. Janë rënjët nga ku vjen nëna vet, babi vet. Ajo mundet t'i doje të dyja, se këtë do pak më shumë e pak më pak, ajo atë e vendos veta në momentin që bëhet komplet e pjekur për të arsyetuar, se mbas ajo kur bëhet 18 vjeç ose 20 vjeç që thot mua do m'pëlqej jeta në Shqipëri më shumë, kupton? Atë e vendos veta ajo, po. Realisht pse duhet i zgjedhim? Unë nuk kam pëlqyer asnjëherë këto pyetje trashanike, kë do më shumë mamin apo babin, apo një fëmijë që jeton emigrim dhe pyet se ku është më mirë, këtu apo atje. Këto janë pyetje që pse duhet emocionalisht ta rëndojnë anën psikologjike të një fëmie. Fëmia do shumë mamin, do shumë babin, do shumë vendin e prindërve, do shumë vendin ku ka lindur dhe jeton i qetë atje ku ai ndihet mirë të jetojë. Unë me thënë të drejtën Joina ka qenë llafazon e madhe kur ka qenë e vogël, edhe tani po e kam fjalën, nuk e di e mban mend, domethënë që ajo dilte shpesh në për video. Joina deri në moshën 5 vjeçe, unë i flisja shqip, ajo ma kthente gjermanisht, sepse nuk ishte e sigur, edhe unë prap insistoja, nuk i thoja që ma thuaj shqip. Deri në momentin që ajo e kuptovi, okay, mami e ka vendos, ajo do më mësua edhe këtë gjuhë. Kupton? Edhe fillovi sepse atëherë fillon fëmia dhe mendoni çik më mirë, se deri në moshën 3-4 vjeç shkon te kopshi dhe i ka të gjithë gjerman atje, nuk i duket interesante që këtë gjuhë e flet vetëm një person. Ama unë kisha edhe fatin që kur filloi klasën e parë Joina tek shkolla, ku shkon Joina, kishim edhe mësimin e shqipës, një herë në javë. Edhe në klasën e parë s'është se kishte shumë e qef të shkonte, po pastaj e thash jo do shkosh edhe mbaroja muhabet, mos më pyet më që ata shregjistroj apo jo. Edhe tani mund të them që Joina domethënë e flet shumë mirë shqipen, e shkruan, komunikon me gjyshet e veta, me tezet e veta, me hallat e veta. Edhe të them të drejtë ndonjëherë kur flet Joina shqip, nga që ka të theksin e gjermanëve, të vjen pak edhe të qeshësh. Po edhe thot pastaj, pse qesh ti vetë ke dashur unë të mësoj shqip? Realisht e rëndësishme ka qenë kjo pjesë për ty, që ajo mos e harronte identitetin ose gjurmët e prindërve të saj. Gjua është primarja absolutisht. Çdo prind emigrant duhet ta ketë këtë. Kjo është një përgjegjësi, jo vetëm një rëndësi që duhet t'i japim, është një përgjegjësi që fëmijës t'i tregosh kulturën nga vjen, t'i tregosh se si ne flasim, gjitha problemet që mund të ketë edhe Shqipëria. Unë e marr, Joina shkon 2-3 herë në vit, mund të shkojnë në Shqipëri, edhe sa herë që organizohen, që për fat organizohen shumë mbrëmje këtu në Gjermani shqiptare. Unë Joinën e kam marrë që e vogël me vete, të mëson të vallet, të lëvizte, më kupton? Është identiteti i saj, nuk i rrëshket tot atij identiteti. Kështu që është për gjithë ato prindër që realisht nuk e kanë mësuar fëmijëve gjuhën e mamës. Nuk gjykoj asnjë, sepse po një këshill që vërtet realisht mund të zgjojë një ndjesi emocioni në shpirtin e tyre. Këshilla mund të ketë shumë,
ta fillonin që në vegjëli me libra shqiptar për kalamaj, sepse libri e zhvillon shumë trurin e fëmisë, edhe këshilla është të mendojmë që do plakën një ditë, edhe mbase do viri koha që ato do duan kthehen në Shqipëri në pleqninë e vet, ama nëse fëmia i vet nuk e ka mësuar atë gjuhën shqiptare dhe nuk shkon t'i vizitojë në Shqipëri kur janë pleq që ju ka rënë fuqia vet, çfarë kënaqësi do t'i ndjej asaj fëmie kur ajo është plak ose plak, më kupton? Normal, gjua mund të mësohet edhe kur je i rritur, po është tjetër ndjesi nëse një fëmijë 5-6 vjeç ta thot mami të dua, edhe është ndryshe kur ta thot 30 vjeç atë gjuhë e ka mësuar me sakrificat e veta, se nuk thith truri i një fëmije siç është 5 vjeç, dhe normalisht prandaj thon edhe të gjitha doktoreshat, pedaudiologët, domethënë të gjithë thonë që filloj që i vogël fëmis, në qoftë se ke një gjuhë anëtare, ti flasësh të gjitha gjuhët që ajo duhet të mësoje, pavarësisht se ajo mund ta bllokoje të folurin për 2 vjet edhe të gjithë prindërit shqetësohen, nuk po më flet fëmia, do t'i vjerë avash avash me kalimin e kohës. Nuk ka asgjë që nuk ka zgjidhje, vetëm vdekja nuk ka zgjidhje, vetëm ajo nuk kthehet mbrapsht. Bona, çfarë do doje ti që vajza jonë të mendonte, të ndjente ose të kuptonte një ditë me krenari për nënën e saj? Çdo prind bën gabime me fëmijët, po mund të jenë për shembull edhe gabime që fëmia në atë moment i duket si një tragjedi e madhe. Okej, mami më bërtiti, mami më bëri kështu, ose po ama nesër pas nesër unë dua që fëmia im ta kujtoje këtë sakrificën që unë kam bërë për të, që fëmia im në momentin që ajo shkon për një vizitë në Shqipëri të bëje ndryshimin e jetesave, si është Shqipëria dhe si është Gjermania, dhe të filloje të reflektoje me veten e vet, nuk po them tani në këtë moshë, po pak më vonë, filloj edhe ta kuptoj me veten e vet, okej, mami im pas ka bërë një gjë shumë të madhe për mua, se shife si po jetojnë moshatarët e mi, shife se çfarë po bëjnë moshatarët e mi, po unë kam shumë gjëra të bukura që përjetoj atje, më kupton? Frikën se çfarë do mendoje fëmia kur ai të rritet dhe të kalojë jetën e vet, secili do kalojë jetën e vet, e ka çdo prindër. Po tash ne urojmë që fëmijët na arrijnë gjithmonë kështu siç po i rris, siç po i edukojmë, pastaj se çka ka shkruajt Zoti është gjë tjetër jeni. Ne mundohemi. Të ndaja pak me të gjithë ndjekësit eksperiencën edhe përjetimin tënd, paralelisht të bërit nën, po edhe atë të studimeve, të dekës tënde të zgjedhjes për studime, pikërisht ashtu siç ti the, erdhe në Gjermani, patë një sakrificë të madhe vitet e para, normalisht gjua, eksperienca gjithë jetesës së re, por nuk mund dale vetëm unë po jetoj dhe po mbijetoj me të ardhurat që mund të fitoj këtu. Bona ka studiuar, ka arritur të bëhet dikushi me një modesti shumë të madhe, e thot gjithmonë, unë guroj dhe bashkë me Irinën i themi je mjeke, dhe Bona thotë jo, jam ti mos mjeke. Dhe unë doja të ndaje pak me ne eksperiencën, rrugtimin tënd edhe ndjesinë që ti ke përjetuar gjatë përfundimit atyre studimeve dhe tani më duke punuar në krahët si krah i djathtë i mjekëve gjerman. Rrugë shumë e vështirë. Kur e nis me shumë frikë, sepse pavarësisht se unë isha një nivel B2 C1 i gjuhës gjermane, ama vlerat e librave ose rralla e librave që ti duhet kaloje në përduart të tua ishte shumë e madhe. Duhet rrije, domethënë pavarësisht se kishim edhe angazhime të tjera, fëmia, puna, domethënë punë të tjera që kishim ne bën baje, si ti thosh asaj fjale, edhe shumë e vështirë. Tani që kam mbaruar. Urdhëro? Sa vite studimet e janë dashur?
Unë fakt e kam bërë me kod pjesshme, nuk e kam bërë se po ta kisha bërë me kod plot, mund ta kisha bërë edhe për 2 vite, varet se çfarë notash ke, po unë e kam bërë për 3 vjet e gjysmë sepse zgjodha të punoja pak më pak edhe mos t'ja lija pak kohën edhe gocës, ë? Edhe për 3 vjet e gjysmë. Po jam e kënaqur edhe ajo është krenari kur ti e mbaron atë edhe merr atë certifikat, shkon ja jep shefit se normalisht duhet ta firmosin, që të bëhet me vule me gjitha. Edhe ka qenë janar tash, nuk është shumë larg, po në momentin që ja dha certifikatin shefi, se më thënë drejtën e kam mbyll me një mesatare shumë të mirë, edhe më tha shefi edhe shefi bravo, është mesatarja më e mirë që unë kam pas deri tani në këto 30 vite që e kam klinikën. Kështu që pavarësisht do të them edhe diçka që jemi 13 kolege dhe unë jam e vetmja që jam emigrante, të gjitha janë gjermane. Kështu që për mua ishte shumë e vështirë 6 mujore i parë, shumë e vështirë sepse duhej të kuptohesha me 12 kolege. Nuk ishte shumë e lehtë, domethënë edhe duhet të vendosë kujt do ja kthej përgjigjen edhe kujt nuk do ja kthej përgjigjen. Kush e meriton t'ja jap një përgjigje si duhet e kush se meriton, kupton? Kështu që me durim i çik me kërcnu pak dhomët me veten tënde, arrin t'ja dalësh, ë? Edhe më them që thot jam mirë. Më vjen shumë mirë dhe jam shumë e lumtur edhe unë turoj me shpirt gjithmonë arritje, sepse të gjithë ne e dim që sakrificat e mëdha që bëhen në vendin tonë për të diplomuar dihen, por kur ato bëhen në një shtet të huaj ku nuk ka korrupsion, nuk ka rrëfete, nuk ka miku i filanit edhe kushuriri i fistekut, ty të duhet vetëm forca jote, guximi, por edhe shumë net pa gjumë për të arritur ato rezultatet e diplomave që të tregon. Unë doja të dija, ti e ke provuar dhimbjen, na tregove mënyrën e vështirë të jetesës në fëmijëri, por tani më po na tregon suksesin. Mendon se është dhimbja ajo që e forcon karakterin e njeriu, apo janë dhe sukseset ato që bëjmë bashkë në gëzimin dhe forcimin e atij karakteri? Njeriu sa më shumë rrëzohet, aq më shumë ngrihet, edhe nuk ka shumë rëndësi se sa herë je rrëzuar, por rëndësi ka, domethënë se sa herë ti provove të ngrihesh, edhe mbase nuk e ngrit, po ti ama provove të ngrihesh, edhe kjo është një forcë shumë e madhe që dikush mund të formoje me kalimin e viteve. Domethënë është një pyetje që s'mund t'i japësh 100% një përgjigje të saktë, se varet edhe nga peripeci që ti kalon në jetë, varet edhe nga karakteri që ka njeriu, se mbase të marrësh dikë tjetër që mbase nuk ka karakterin tim, nuk mund t'i përballoje gjithë këto gjëra, preket shumë shpejt. Nëse ti çan para dikujt tjetër, aty të t'i bëj qefi që ty të dëmtova unë tani. Kështu që s'mundesh t'i japësh një përgjigje 100% saktë, domethënë, janë edhe disa gjëra që duhet edhe njeriu t'i mbajë brenda vetes. Nëse do ta përmbledhje jetën tënde, jo vetëm këtë të emigrimit, por të gjithë këto 30 disa vite që Bona ka përjetuar, vetëm në një fjali të vetme, cila do t'ishte ajo drita që percepton Bonën? Do thoja një vajzë që humbi shumë herët sigurinë e vet, po asnjëherë besimin që në një të ardhme do bëj kjo që është sot. Vjen shumë mirë për këtë. Domethënë kuraja dhe guximi që shpirti yt përcjell është vërtet një dritë mirësie për gjithë ato njerëz që kërkojnë mbase të marrin një shenjë reflektimi, të kuptojnë se drita dhe forca është atje brenda nesh, siç ka qenë dhe brenda Bonës dhe vazhdon të jetë deri në sot. Bona, pas gjithë këtyre përjetimeve, eksperiencës, qenit nën, arritjes tënde të diplomimit dhe gjithë atyre kujtimeve që ti mbart në vete, kush do ishte përkufizimi ose ajo këshilla ose mbështetja më e madhe që ti do doje të ndaje me vajzat dhe gratë që na ndjekin sot?
të tregohen të sinqert me veten e vet. Të njesh veten tënde është disfata më e madhe që mund të kesh. Në qoftë se ti gënjen gjithmonë veten tënde që unë e bona mirë, ose unë jam mirë, pavarësisht se ti mund të mos jesh mirë, ti mund të jesh prej e dhunës, ti edhe mund të ngushëllosh të thush që jo, se unë kam anën tjetër materiale dhe unë jam mirë, do ta dyroj, më kupton? Kështu që mendoj që këshilla më e mirë që mund të transmetosh nëpërmjet kësaj bisede është që të mos gënjen veten e vet. Sepse dikur, kur ato arrin në një moshë, nuk munden të arrisin më këto gjëra që ato i kanë ndërruar në fëmijëri ose në moshën e 20 deri në 30 vjeçë që është 10 vjeçari që duhet të jetë më i suksesshëm në jetë. Po. Edhe në qoftë se ti e gënjen veten shpeshherë që unë jam mirë, në një kohë që ti je brenda një dhune ose ti si e mirë, edhe shpirtërisht, edhe psikologjikisht, psikologjia është një pjesë shumë e rëndësishme për ndjesinë e shpirtit edhe për shumë gjëra të tjera, nuk se ti bie sikur ti po merr një karrocë pastaj mbrapa vetes. Ti thjesht je duke e tërheq atë person. Si e mirë. Kështu që mos gënjen veten. Edhe të ecin maj sa kanë mundësi, sepse nuk po them që asnjë të dalin nga mundësitë e veta, se dikush mund të jetë edhe, ta thash edhe më përpara, karakter pak më i dobët, edhe nuk i përballon të gjitha vështirësitë. Varet se si është rrit nga familja. Kështu që shumë faleminderit. Të kenë shëndetin një herë në radhë parë, pastaj gjërat të tjera vinë me kalimin e kohës. A jeti krenare për atë bonën e vogël, për atë shpirtin tënd fëmijëror që ruhet brenda teje sot, në ditën që ne flasim? Neve kemi atë fëmijën tonë të brendshëm, ai ngel edhe neve kur shkojmë 80 vjeç, atë fëmijën tonë të brendshëm do ta kemi gjithmonë, edhe këtë ne e vërtetojmë edhe me një gëzim të vogël, në qoftë se neve shikojmë një film në televizore edhe shikojmë fundin e bukur të atij filmi, ai fëmia jon brenda gëzohet për atë pamje që pa aty. Unë nëse do ta kisha përballë atë vajzën 7 vjeçare të vogël, do ta përqafoja fort një herë në radhë parë edhe do t'i thoja që di që tani ti që je 7 vjeçë gjithçka duket shumë e errët, po edhe për momentin nuk e kupton se pse po të ndodhin gjithë këto gjëra, po ama me kalimin e kohës do ja dalës, do të qash shumë normalisht, por ti duhet të ngrihesh përsëri ose do ngrihesh përsëri. Edhe ke një motivim shumë të madh për të arritur, sepse ke një ëngjëll nga lart, mund të themi që do të shikoje me krenari edhe një ditë, domethënë do ta kuptosh se nuk je ose nuk ishe aq që brish sa ti mendoje se ishe. Vërtet. Falenderoj me zemër për emocionet, për këshillat, për historitë reale, për përjetimet që ndaven me ne, dhe uroj shumë me shpirt që vajza jote vërtet të ndjeki hapat e nënës saj, të bëhet një vajzë e denjë dhe të të bëjë gjithmonë krenare ty, bashkëshortin tënd, por dhe të keni më të mirat e mundshme që një shtet si Gjermania i ofron një familjeje. Po. Nëse do ta mbyllja këtë bisedën, do ta mbyllja me një fjali, është një psikolog zvicerian, unë me thënë drejtën ka kohë që lexoj shumë libra psikologjie, edhe ai ka thënë diku në për librat e vet, Carl Jung e ka emrin, ka thënë diku në për librat e vet që unë nuk jam ajo që më ndodhi, po unë jam ajo që zgjodha të bëhem. Mashallah, shumë e bukur. Që edhe unë po them, më thënë që kjo ishte historia ime edhe ajo çfarë unë bëra me atë historinë time. Shumë e bukur, do me thënë ti nuk je dhe nuk pranove të mbetesh ajo që të ndodhi, por ti vendose dhe je ajo që ti vendose të bëhesh. Është shumë
Është shumë e thënie e bukur aq më tepër kur përshtatet me realitetin, kur ti atë thënie e vën në zbatim çdo ditë jetës tënde derisa që jemi sot në këtë ditë që flasim. Unë Po kam shpresa na mban gjallë jeni, çfarë do absolutisht e vërtet, ajo, kështu kemi thënë gjithmonë, ajo vdes e fundit. se tani çfarë vlerë do kishte ky podcasti jot në qoftë se unë do filloja të tregoja historinë time edhe unë do se ma ka bërë edhe Vinjola një pyetje, edhe unë do filloja të lotoja tani. Më kupton çfarë do merrte ajo tjetra, ta zem Vinjola ose Ola ose dikush tjetër që po shef këtë video, çfarë forcë do merrte nga unë, që unë dola dhe qava këtu, unë mund të qaj, po mund të qaj edhe mbasi ta mbyll videon them u qetësova, mund t'i hedh për shembull t'i pika lotin, më kupton? Po edhe kjo është forcë në vetvete bon. Edhe kjo është një forcë. Kështu Kur që ti arrin ti mposhësh emocionet e tua, ti gjesh kohën dhe vendin kur ti shpreh ato, dhe kjo është një forcë në vetvete që jo gjithë mund ta bëjnë. ta thashini, domethënë ilaçi më i mirë është vetja jote. Kështu që Më vjen shumë mirë që ti vërtet e ke gjetur të zgjidhje dhe me shumë sinqeritet e ndan me të gjitha ne. Dhe jam shumë e lumtur për gjitha ato vajza, unë tani më kam marrë për të lexuar gjitha komentet që na shoqërojnë, është një minutazh që unë e kam zgjedhur gjithmonë në fund të bisedës me çdo të ftuar, për të respektuar çdo këshill, për të marrë çdo pyetje, por dhe për të ndarë atë mirësinë që ato zemra që vërtet na njohin dhe për ditëshmëri, për te podcastit dhe për te bonus mjeke, se çfarë mendojnë, se çfarë ndjejnë dhe çfarë duan ato të ndajnë me ne. të tash jo mjekë, ndihmëse mjekë. Ndihmëse mjeke, më fal. Unë do të qaja bashkë me ty direkt, Bona, thot Bruna. Me thënë drejtën ti Eni, Bruna është një nga kandidatet e tjera që ti mund ta marrësh. Bruna mund të ishte një nga kandidatet e tjera që ti mund të merrje te podcasti jo, sepse historia e Brunës, sidomos në këtë kohë të fundit, është me të vërtet nuk di se çfarë, domethënë. Faleminderit për këshillën, pse jo, do isha Eni jam munduar gjithmonë që të zgjedh vërtet vajza, gra, zonja, që ndoshta nuk kanë shumë ndjekës, nuk kanë shumë të njohura, por realisht shpirti i tyre është plot me ndjekës emocional, plot me përjetime reale, dhe ato janë të njohura për forcën dhe atë aftësinë që kanë patur për t'ia dalë mban sakrificave të kësaj jete. Unë nuk kam historitë më të bukura, ato nuk duan shumë zbukurime, kështu që kjo është e vërteta që unë dua të nxjerr tamam në dritë. Prandaj e kam quajtur dritë sepse secila nga ne, secila e ftuar që unë ndaj çdo javë këto emocione dhe këto momente, ka një dritë në vetvete që ndoshta atje jashtë nuk është dukur deri më sot. Por vërtet është dritë që ka ndriçuar shtëpinë tënde, familjen tënde, se jo nënën tënde, se ajo tani më është e qetë dhe bën një jetë shumë të lumtur dhe krenare për vajzën që është, Bona sot, por dhe gjitha ato vajza dhe gra që të ndjekin, marrin një shtys, marrin një dritë force për të arritur dhe të kuptojnë dhe të thonë, edhe unë dua studioj dhe unë do bëhem ndihmës mjeke si Bona. Unë do shikoj me vëmendje dhe të gjitha komentet edhe pyetjet ose çfarë kanë shkruar vajzat, po shikoja Olën tonë që e përshëndes shumë. Uroj me shpirt vetëm të mira për Olën dhe dy dritat e saj të bukura. Ishte shkruar Vinjola, kam përshtypjen se jeni vajzat të njëjtës zone. Po. Unë di që dhe ajo ka patur vështirësi, momente sakrificash, sa që ka ardhur këtu në Gjermani, pastaj për të marrë familjen. Dhe gjitha këto, mbase ka qenë një pjesë eksperiencë edhe në bisedë me ty. Bruna thotë, jo Bona, se nuk do arria kur të flisja nga e qara. Tash, domethënë, dhimbje që ka kalu Bruna këto kohë, mbase edhe më përpara se kam njoh, po di të them në këtë kohë që unë kam pas më shumë kontakt me të ose domethënë atë ndihmën modeste që unë mund t'i kem dhënë, edhe është me të vërtet, domethënë një histori që do thosh. Një pyetje që ka bërë një vajzë është si ka mundësi që ti transmeton kaq forcë dhe i tregon me kaq qetësi tani më gjithë historitë e jetës tënde. Ta thash edhe përpara, domethënë se ç'vlerë do kishte nëse unë të filloja çaja këtu,
Kështu që unë me këtë që ti mund bësh të mund t'japësh edhe një shembull tek dikush tjetër që ti do ta tregosh atë historinë tënde, por nuk është nevoja të fillosh të qash ose të tjetër s'kupton asgjë pastaj, më kupton? Nuk është se ne jemi realisht aq të fortë, po ndonjëherë duhet. Duhet para nënës, duhet para fëmijëve, duhet para atyre njerëzve që ndoshta nga dobësia dhe lotët tanë përfitojnë, ndjehen të lumtur, gëzohen. Po tani shkëm do kishte sepse ti e nxjerr, mami im nuk ka Instagram, po ka YouTube. Ai mund të duke lëviz, duke bërë scrollën me atë kishten e vet, ajo asaj mund t'i dalë kjo video edhe që kuptim do kishte në qoftë se do ta shifte videon time, edhe do më shifte mu duke qarë aty. Ajo në base nuk e kupton për momentin rëndësinë e kësaj videos, po thot pse po çan goca, më kupton? Me që kjo dhe me që më kujtove këtë moment, më erdhi realisht direkt një pyetje. Çfarë do ishte ajo që do doje t'i thoje nënës tënde nëse e shikonte sot këtë video? Ke ka pak keq. Ta shikonte video deri në fund, një në radhë parë, edhe ta shikonte që ajo vajza e vogël që ishte, që u mundua të punonte, bënte edhe në Shqipëri nga 2 punë, 2-3 punë, sot ja ka dalë. Edhe që nuk do t'i sjelli më probleme, por do mundohet që ajo mos ketë ato problemet e pleqnisë. Aq sa kemi mundësi, se për prindrin është detyrimi shumë i madh, po tani kur ke edhe një familje tënde të vogël, ndonjëherë jo stepësh, nuk stepem kurrë, po mbase nuk është edhe mundësia që të ndahesh nga të gjitha anët. Kam lexuar një koment pak më herët, tani më nuk po i hap dot, nuk e di pse, po Vilma, një mikja ime shumë e dashur, thotë, "Më shumë kënaqësi të dëgjosh podcaste të tilla, më merr emocione vërtet bukura. Ti flet unë qaj, thotë. Nuk jam e fortë, unë jo, thotë Vinjola. Atëherë Vinjola nuk të ftojmë." Rri qeter. Kjo ishte dhe arsyeja që unë sot vendosa, dhe më thënë që nuk kisha nevojë pse derdhja lot, sepse pse duhet që dikush tjetër mbrapa telefonit të derdhte lot edhe për mua, kupton? Shumica e gocave që mund të jetë tu më njohin edhe nga interneti, faqe të ndryshme, edhe e din shumë mirë se sa e din shumë mirë edhe se sa e brisht jam unë, kështu që femra si natyrë e ka krijuar Zoti të dobët, të brisht, të delikate, gjithmonë thuhet në besimin islam thuhet femra është aq e brisht sa që një fjalë e vret dhe një lule e gëzon. Që do thotë neve vërtet për te asaj force që duhet tregojmë në jetë, sepse duhet, ne nuk e zgjedhim, ashtu na vjen jeta, dhe mbetemi po ato vajzat e brishta, po ato gratë që shumë herë qoftë edhe për gjë më absurde, na i shikon në syt me lot. Por sot nuk lotojmë. Sot me krenari themi që ne jemi këto që jemi, kalendojmë Zotin për shëndetin, për familjen, për fëmijët, mbi të gjitha për nderin, krenarin dhe punën që ne bëjmë me tjerësën tonë të ballit, pavarësisht sakrificave dhe vështirësive që të ofron emigrimi, nuk themi kurrë që nuk ishte e vështirë, as unë, as ti, as kush nga këto vajza që na ndjek, por ne ja dolëm, jemi këtu ku jemi dhe urojmë shumë që të bëhemi krah, dritare, drite, forcë dhe shtys për gjitha vajzat e tjera. Unë duat them edhe diçka të vogël që ka të bëje me ty. Unë i di shumë mirë vështirësitë tua në fillim të, po dua të them shiko ku je sot. Ke një dritë që po mundohesh, domethënë ta çosh sa më larg, sa më lart sepse s'është as e lehtë për ty, se ti mund të kesh punu deri në orën 5, edhe pastaj duhet përgatitesh në orën 7 që ti të fillosh emisionin tënd që ti e bën çdo javë. Kështu që është shumë e vërtetë. Është një vërtetë ti akoma edhe më i fortë se ç'kam qenë unë. Çdo njeri është i fortë në mënyrën e vet. Falenderoj nga zemra, ishte vërtet një mesazh shumë i bukur dhe shtys për mua. Unë gjithmonë them këtë javë nuk mundem, po vërtet në momente të këtilla kur gjithë podcasti arrin drejt fundit edhe të ftuarit japin këto mesazhe,
Japin dhe mua atë karikimin energjik të shpirtit që them, po mund të e vazhdoj. Po sepse ti i ke premtuar një personi që unë do të dëgjoj për 1 orë, dhe po them 1 orë 15 minuta kaluan shumë shpejt. Më duket sikur jemi vetëm 15 minuta bashkë. Edhe se ti ja ke dhënë mundësi një personi që ai të japi diçka nga vetja vet, të tregojë diçka nga vetja vet, edhe nëse ti e anullon atë gjë, ai tjetër do zgënjehet. Kështu që prandaj ti e merr atë forcën e thu, okay, unë do ta çoj deri në fund. Kështu është edhe çdo sakrificë që ne bëjmë jetë. E marrim forcën se duam për fëmijët tanë, nuk duam të zgënjejmë prindërit tanë, dhe gjithë ato që na njohin, por mbi gjithë edhe veten, siç thëre ti atë fëmijën tonë të brendshëm, që dikur ne i thonim, bëj pak durim, mund të qash po do qeshesh sërish shumë shpejt. Shumë e vërtetë. Bona përqafoj fort. Falenderoj për gjithë kohën dhe emocionet që ndave me mua. Unë uroj shumë më të mirat për ty dhe do jem shumë e lumtur që gjitha vajzat që na ndjekin, do të ndjekin dhe të marrin nga mirësia jote, të marrin nga pozitiviteti, nga energjia dhe nga shpirti jot i pastër, sepse kjo është ajo që ty të karakterizon më shumë ti. Bona vërtet ka ndihmuar shumë gra dhe vajza, por i ka bërë me pastërti shpirti pas një interes të kësaj bote. Dhe shpresoj shumë që gjitha ato mirësi që ti ke dhënë tek njerëzit, Zoti t'i kthejë tek bija jote e shtrenjtë. Është urimi më i bukur që mund të marrë një nën, kështu që shumë faleminderit Eni. Ti kesh edhe ti të 2 fëmijët me jetë gjatë, të arrisësh edhe ti sukseset, edhe mos harro, gjua është qelsi gjithçkaja. Faleminderit nga zemra. Dashur miq, ju falenderoj shumë që ishit me ne. Unë falenderoj me zemër Bonën. Edhe gjitha ju që keni komentuar, keni shkruar, Bruna thotë hyje, Bruna përqafoj shumë, qofse ti nuk do qash dhe merr guximin, je e ftuar e radhës. Ju falenderoj me zemër të gjithave. Ola, do ja dalësh. Olën e përqafoj shumë, Ola ka shkruar shumë gjatë, Vali na shkruan. Femra nuk është e dobët, ajo është forca që duron, që ngrihet, që lufton, edhe kur bie, është ajo që mban botën mbi supe, por pa bërë zhurmë. Dhe prapë vazhdon përpara, ju përqafoj. Dhe ne përqafojmë shumë Vali. Ju përqafoj shumë fort, jeni mus për këto që ju njoh sot Ola. Zoti ju bëf mbar goca, jeni shumë pozitive. Këto ishin komentet dhe mesazhet e fundit. Ju falenderoj me zemër. Ka kaluar 1 orë 20 minuta së bashku dhe vërtet siç ta bu. Edhe Bona u duka si 20 minuta. Unë i lë takimin të dielën tjetër dhe kështu siç Bona më propozoi Brunën, uroj shumë që secila nga ju të propozojë një dritë, një zemër mirësie që ja vlen të dëgjohet në podcastet e radhës. Bona, faleminderit. Unë nuk e dija Bruna kishte dëshirë, po unë e thash nga vetja ime, domethënë kupton, ajo vendos vetë, mbas edhe bëra gabim, po jo, absolutisht. Nuk ka problem fare, po ajo thotë që emocionet më mundin dhe unë nuk mundem të flas. Shumë faleminderit nga zemra, të përqafoj shumë, të uroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit edhe ti për ftesën, ishte kënaqësi. Ishte një orë ndryshe nga ajo që unë kam për dishmërinë time, kështu që uroj që të kemi sjell shumë mesazhe që dikush mund ta dëgjojë dhe thotë, okay, prit se sot unë e kam kthesën time që duhet të marr. Amin, shumë faleminderit. Kjo është ajo drita që na duhet realisht. Këtë duam ne të përçojmë. Përqafoj shumë dhe të uroj gjithë mira. Faleminderit, natën e mirë goca, edhe faleminderit që na ndoqët. Faleminderit shumë. Ja kaloftë mirë. Edhe ti gjithashtu, faleminderit. Ju uroj gjithë të mirat, një mbrëmje të këndshme dhe shihemi sërish të dielën e ardhshme në podcast dritë me një tjetër të ftuar. Nga unë Eni Islami, natën e mirë.